Drama mes Eglit dhe Gjestit ka arritur një tjetër pikë tensioni në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Pas rihyrjes së Eglit, marrëdhënia mes tyre ka kaluar mes afrimitetit dhe konflikteve, por së fundmi një debat e ashpër ka ndezur sërish situatën. Gjithçka nisi kur Egli akuzoi Gjestin se ka shmangur çdo përpjekje për një bisedë sinqert që nga rikthimi i saj. Gjesti, nga ana tjetër, refuzoi të hapte një dialog, duke thënë se ajo nuk e meriton këtë gjë. Ti nuk e ardhur ende të bësh një bisedë me mua, i thot Egli. S'dua ta bëj, se meriton, ja kthen Gjesti. Se ka që i papjekurie, je kalama, bërtit në shtëpi si budalla, nuk e bëre kur një bisedë qetë, se si e burr ta bësh, ja kthen Egli. Përplasja e tyre ka shkaktuar një mori reagimesh në rrjet. Disa ndjekës mbështesin qëndrimin e Eglit, duke i quajtur ata të drejtë për drejtë dhe pa filtra, ndërsa të tjerë shohin Gjestin si të sulmuar padrejtisht. Se si do të vazhdojë marrëdhënia e tyre, kjo na mbetet vetëm për ta parë në ditët në vazhdim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.